إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. Elusim Allahun e madhëruar, mëshirues, mëshirëvers të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe elusim Allahun e madhëruar të na ruajë nga të këqijat e vetëveteve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allah I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë atë nga jo rrugë, nga rruga e drejtë. Dhe atë njeri që Allah I madhëruar e devijoi e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij të keqe, askush nuk ka mundësi ta rikthejë, ta udhëzojë në rrugën e drejtë, ta rikthejë në rrugën e drejtë përveç Allahut Azza wa Jalla. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet me të drejtë, atij I cili takon adhurimi me të drejtë, I takon madhërimi, përulja, nënshtrimi, është vetëm Allahu I madhëruar, I vetëm dhe I pashok, dhe askush tjetër përveç Tij. Dhe se Muhamedi a.s. është robi I Allahut, është I dërguar I Allahut, është vula e tërë profetëve, është I dërguar I fundit. Të dashur vëllezër, fjala më e mirë, fjala më e mirë, fjala më e drejtë është fjala e Allahut të madhëruar, Kurani I famlar, libri I fundit hyjnor, I cili ka përmbledhur çdo libër para tij, çdo libër hyjnor para tij. Dhe udhëzimi më I mirë, udhëzimi më I mirë, shembulli më I mirë është shembulli I dërguarit të Allahut, Muhamedi a.s. Dhe gjërat më të rrezikshme, më të këqija janë shpikjet në fe, janë rrezik në fe. Nëse njeriu përpiqet me logjikën e tij të shpiki, ta ndryshojë fenë që Allahu e ka plotësuar, e ka zbritur të plot dhe s'ka nevojë feja Allahut të ndryshojë, nuk ka nevojë feja Allahut të shtohet ose paksohet për saj, sepse ajo është e përsosur nga ai I lartësuari. Të dashur vëllezër, gjithmonë mundohemi të flasim për aktualitetet të cilat na rrethojnë. Shikojmë që vendi jonë sot, për shkak të zullumit, korrupsionit, krimit, për shkak se qytetari shqiptar nuk ndjen siguri tek vetja e tij, tek pasuria e tij, tek deri I tij. Nëse dëshiron të kërkojë të drejtën, s'ka ku ta kërkojë. Korrupsioni është në majë më të lartë. Dhe krimi, zullumi ka bisotëruar vendin. Këtu ligjet e bën I forti, ai I cili ka lidhje të forta me krimin, me grupet kriminale, ka lidhje të forta me shtetin, politikën. Dhe muslimanët si një pjesë e kësaj shoqërie duhet të jenë faktor ndryshimi për mirë. Disa përpiqen në formën e tyre duke protestuar, dhe kjo është mendimi I çdo kujt të zgjidhë mënyrën dhe formën që ai shikon të drejtë, pra tek vetja e tij si një formë e cila është formë ndryshimi për mirë, edhe pse çdo formë, çdo lloj ndryshimi I të keqes ka nevojë për të konsultuar me dietarët, me njerëz të dishëm. Nëse ju nuk dini,
atëherë pyesni ata që di. Dhe nëse ata njerëzit, kur i godet ata, i vjen atyre diçka që është prej frikës, prej ngjarjeve të rënditse, nëse ata do t'i theshin atyre që i është dia, atyre që kanë mundësi të përfitojnë urtësi, porosi, këshilla nga e që Allahu ka zbritur, atëherë ata nuk do ishin në gjendjen e tyre të keqe, pra do shpëtoni nga fitnia nga trazirat. Nëse do t'i ktheheni Kuranit famlar, rrugës profetike, se si zgjidhen problemet që e rrethojnë muslimanin ose shoqërinë islame. Të dashur vëllezër, Allahu madhëruar thot në Kuranin famlar të ky është një ajet që është rregull për ne, për të kuptuar rolin tonë në shoqëri, për të kuptuar se kur ne do kemi mundësi, forcën për të ndihmuar në shoqëri. Thuaj, nëse prindrit tuaj, fëmijët tuaj, vëllezërit tuaj, farefisi juaj, nëse pasuria që keni mbledhur, nëse shtëpitë e juaja që ju banoni dhe kënaqeni në to, nëse tregtia juaj që ju përkujdeseni me përkujdesje të madhe dhe friksoheni se mos të humbisni në të, janë më të dashura tek ju se Allahu dhe i dërguari i tij dhe se lufta në rrugën e tij. Nëse janë më të dashura, atëherë prisni t'ju vijë të nini Allahut. Thot profeti alayhis salam, rregulli numër 2, nëse ju bëni tregti me kamat, kapeni mbas bishave të lopëve, pra mbas blegtorisë, kapeni mbas bujqësisë, e lini e praktikisni sakrificën, gjihadi në rrugën e Allahut madhëruar, i friksoni vdekjes, të dashruar mbas dynjas, atëherë prisni që Allahu i madhëruar do zbresi mbi ju një poshtëri. Nuk e largon të poshtëri nga ju derisa të ktheheni kur në vend tuaj. Rregulli numër 2. Rregulli numër 3. Ju jeni më të lartët. Ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar të mirë. Nëse jeni besimtar të mirë. Muslimani duhet ta njohë rolin e tij në shoqëri. Nëse je çfarë roli ka ai në shoqëri, atëherë ai do jetë faktor ndryshimi për mirë në shoqëri ku ai jeton. Në këtë çështje na kujtohet hadithi që thot profeti alayhis salam, tuba lil ghuraba. Xheneti qoftë për gurabat, ata të cilët shumica e njerëzve i shikon si të huaj, si çuditshëm. Sahabët me njëherë e pyetën profetin e Islam dhe thanë, kush janë gurabat? Ata të cilët meritojnë xhenetin. Gurabat janë ata muslimanë të pakët në numër. Dhe faktorizimi nuk lidhet me numrat, vëllezër. Në konceptin e Islam, faktorizimi nuk lidhet me numrat e tepërt, por lidhet me cilësinë e asaj shoqërie. Të pakët numër në mezin e një llumi të keq, kur shumica prishin, ata rregullojnë, durojnë dhe rregullojnë. Xheneti qoftë për ta. Nëse duam të jemi faktor ndryshimi
në shoqëri që jetojmë, ndryshimi për mirë, le të jemi faktor me rrethopar ndryshimi për mirë në vetët tona, në familjet tona, në farefistin ton, në lagjën ton, në qytetin ton. Besimtari beson se Allahu i madhëruar i ka lartësuar, i ka ngritur besimtarët. Ata besimtarë të cilët urdhërojnë në të mira dhe ndalojnë nga e keqja, përmirësojnë shoqërinë dhe besojnë në Allahun të vetë. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni njerëzit pjesa e shoqërisë më e mira. Do tërë njerëzit urdhëroni në të mirën, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun të vetë. Dhe nëse individi musliman e praktikon urdhërimin në të mirën, ndalimi nga e keqja, atëherë le të presi pasojat, le të presi trazirat, le të presi fitnet, sprovat, le të presi dënimin Allah të soqë, dhe Allah në ruhet. Por se, para se të jesh prej atyre që ftojnë dhe të rasin në rrugë të Allah të madhëruar, duke urdhëruar në të mira dhe duke ndaluar nga e keqja, ti duhet të jesh në vetën tënde shembulli më i mirë, në besimin tënd dhe në moralin tënd. Shembulli i mirë, qëndrueshmëria në fe, qëndrueshmëria në besim, qëndrueshmëria në morale të larta, pa u lëkundur, me seriozitetin më të madh, pa luajtur me fenë e Allahut, pa qenë një pjesë andej, një pjesë këndej, pa pasur një këmbë andej dhe një këmbë këndej, por se të qenë për atyre që futen në fenë e Allahut plotësisht, krenohen në besimin e tyre, krenohen në fenë e tyre, krenohen me Zotin e tyre, krenohen me pejgamberin e tyre, krenohen me moralet e tyre, krenohen me adhurimet që ja përkushtojnë vetëm Allahut të madhëruar. Duke qenë një shembull i mirë në shoqëri, me adhurimet që ti kryen, me dispozitat që Allahu ka caktuar ndaj teje, duke dhënë ti tek vetja jote shembull më të mirë, duke dhënë familja jote shembull më të mirë në shoqëri, atëherë dije se kjo është nga shkaqet më të mira për të ndryshuar për mirë shoqërinë që jeton, shoqërinë ku ti jeton. S'mund të jesh faktor ndryshimi për mirë nëse ti je i prishur vetë tek vetë jote. Dhe fillimisht besimtari fillon nga vetja, pastaj tek familja e kështu me radhë. Kjo më të thotë që kur jepet mundësia për ndryshuar më mirë për mirë jashtë rrethit familjar ose jashtë vetes së tij, ai ndryshon për mirë ose nuk urdhëron të mira ndalon nga e keqja. Jo, por se e rëndësishme dhe më rëndësishme është të ndryshojnë në rrethopar tek vetja e tij, tek familja e tij. Të dashur vëllezër, ezani që ne thrasim që të dëgjojnë njerëzit është një faktor ndryshim për mirë. Namazet farë që i falë në xhami, 5 namazet, unë shikojnë njerëzit dhe të shmojnë qytetarë musliman falen 5 herë në ditë në xhami, në tërë botën islame, ky është faktor ndryshim për mirë. Shamia e besimtarës është faktor ndryshimi për mirë. Besimtëria jote në tregti
Sinqeriteti jotë në punë është faktor ndryshimi. Moralet tona të larta janë faktor ndryshimi në shoqërinë ku ne jetojmë. Kur shembulli i keq sundon ose është më e madhe, është më i madh dhe është i përhapur shumë, atëherë patjetër duhet që të ketë një shembull të mirë tek ajo pjesë shoqërisë e cila e reflekton të shembull të mirë. Është domosdoshme në mënyrë që dallohet e mira nga e keqja, e moralshmja nga e pamoralshmja. Shamia e besimtarës, mbulimi i femrës muslimane, është pastërti, ndershmëri. Është simbol i pastërtisë, është simbol i ndershmërisë, është simbol i të moralshmës. Kur ne për shembull jetojmë në të kohë ku zhveshja është ajo që thritet në të, është ajo që është bërë mod, është ajo që quhet thot e duhura ose trendi. Sa më shumë të zhvishen femrat, aq më shumë tregon për parimin e saj shoqëri. Dhe nëse mbulohet, ata na quhen përmbetur. Dhe që dushmëria e muslimanës, duke mbajtur veshjen e saj të rregullt, ashtu që është urdhëruar nga Allahu i Madhëruar dhe i dërguar i Tij, kjo qëndrueshmëri në këtë dispozit është një nga shkaqet për të qenë faktor ndryshimi për mirë. Në Azinë Juglindore, historia dëshmon se ato vende e kanë pranuar Islamin, jo të shkuar hoxhallarët, dietarët dhe i thrasin ata në fe, por se kanë qenë shkak tregtarët arab që moralin e tyre të lartë u bën shkak që ata popull të pranonin Islamin. Edhe në krajina tona, edhe në zona tona, në shekullin e 8, në shekullin e 2 sipas hijretit, erdhën tregtarë arab musliman në zonat në krajina tona, të dëshmon historia, dhe ata ishin shkaku i parë që u hyri Islamin të Troje. Të dashur vëllezër, muslimani duhet të jetë krenar në fenë e tij. Muslimani duhet të jetë faktor ndryshimi për mirë, duke dhënë shembullin më të mirë në shoqëri, në lidhje me adhurimet, me moralet, me dispozitat fetare, me marrëdhëniet me njerëzit, duke qenë i sinqert, i drejtë, besnik, duke dhënë shembull më të mirë të ndershmërisë, të pastërtisë morale, edhe se ata ndoshta haptas lavdërojnë të ultër, të pamoralshëm, ata e dallojnë shumë mirë që e ndershmja është më e mirë. Ka dëshmi të shumta që një person ka pranuar Islamin kur ka parë respektin që i bëjnë muslimanët prindërve, ose të mëdhejve në moshë. Disa prej tyre ka pranuar Islamin kur ka parë se si muslimanët falen bashkërisht në xhamat, bien në ruku dhe në sejdë, në një harmoni të plotë dhe të bukur. Të dashur vëllezër, do jemi faktor ndryshimi nëse ne jemi në radhë të parë faktor ndryshimi tek vetët tona, tek familjet tona, dhe tek fisi jonë, dhe tek ata që kemi më afër. Pa neglizhuar çdo rast që na jepet për ndryshuar për mirë. Allahu na do për atyre që udhëzojnë tek e mira, ndalojnë nga e keqja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum risalat mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të dashur vëllezër, Islami, që do thotë në shtrim i plot ndaj krijuesit,
në çdo gjë, në çdo çështje, është feja Allahut azza wa jall, feja të cilën natyrshmëria njerëzore pranon shumë lehtë dhe e dashëron atë. Feja Allahut azza wa jall, nëse ofrohet, parashtrohet në mënyrën e duhur, ajo hyn në zemër me njëherë. Ajo hyn në zemër me njëherë. Fari është në. Nëse shikojmë një gjendje të keqe, nëse vërejmë që gjendja është e keqe, situata jonë është e keqe, ne ta kthejmë vishin tek vetë tonë. Problemi jemi ne dhe zgjidhja jemi ne. Nëse ne kthejmë feston, atëherë Allahu i mëdhëruar do ta ngrejë poshtërimin e. Si shpërndëm hadithin në fillim të hutbës. Të dashur vëllezër, nga shkaqe të tjera që janë shumë të rëndësishme për muslimanin, që të jetë faktor në ndryshimin në shoqërinë që ai jeton, dhe patjetër dhe domosdoshmërisht duke qenë shembulli më i mirë në fenë e tij, ai duhet të di se arsimi, mësimi, profesionalizimi, kualifikimi duhet të jetë qëllim nga qëllimet në jetën e tij. Ai duhet të shquhet që të jetë prej individëve, prej pjesës së shoqërisë e cila dallon dhe shquhet në çdo aspekt që ka lidhje me çdo stres dhe me çdo çështje të shoqërisë. Muslimani duhet të jetë mjeku më i mirë, duhet të jetë mësuesi më i mirë, duhet të jetë inxhinieri më i mirë, shkencëtari më i mirë, duhet të mësojë, duhet gjithmonë të mësojë, duhet gjithmonë të zhvillohet, duhet gjithmonë të përparojë në mënyrë që ai të jetë shembulli më i mirë në çdo fushë të jetës së tij sociale. Gjithashtu, në punën tonë, në zanatin tonë, në tregtinë tonë, në biznesin tonë, të jemi të sinqertë, të çiltër, besnik, të saktë. Ta përshtosim punën që veprojmë dhe të jemi besnik në marrëdhëniet tona me njerëzit. Gjithashtu, kjo është nga shkaqet që ne kemi faktor ndryshim për mirë në shoqërinë tonë. Dhe e treta është besimtari duhet të jetë kontribues në shoqërinë e tij, në çdo aspekt, me pasurinë e tij, me kohën e tij, në çdo aspekt, në ndihmën e varfërve, në mësimin e atyre që nuk dinë, në ndihmën e jetimëve, të vejave, vullnetarisht, pa kërkuar ndonjë pagesë, ndonjë pagë nga dikush. Nëse ne jemi për atyre që i shërbejnë shoqërisë për hir të Allahut të madhëruar, pa marrë parasysh kujt fe i takon, se kujt raste i takon, të jetë për atyre që janë të dobishëm, sepse njeriu më i dashur tek Allahu i madhëruar është ai i cili është më i dobishëm me njerëzit. Dhe një nga format më të mira, dhe një nga shkaqet më të mira për të qenë faktor ndryshim në shoqërinë tënde, për qëllimin më të lartë që këta njerëz të udhëzohen në rrugën e drejtë, është të jesh kontribues i dobishëm në shoqërinë tënde. Të kujdesesh për të dobtin, për të varfrin, për jetimin, për të vegën, për të smurin. Ma i sa ke mundësi, duke dhënë shembullin më të mirë, sepse ti je musliman, dhe muslimani është më i mirë, është më i dobishëm. Profeti alayhis salam, para se të zbritë të shpallja, cilësohesh me disa tipare. Cilësohesh se ishte besniku i sinqerti, cilësohesh gjithashtu që të Hadija radhiyallahu anha, Allahu i qoftë i kënaqur me të, ti e ndihmon të varfërin, e ndihmon nevojtarin, kujdesesh për jetimin. Ky është musliman.
nuk është egoist, nuk është të për vetën e tij, por se është i dobishëm dhe i shërben shoqërisë ku ai jeton. Dhe pika e fundit që është shumë e rëndësishme të dashur vëllezër, ne si shoqëri islame nuk do të jemi faktor i fortë ndryshimi për mirë nëse jemi të përçartë. Nëse jemi të përçartë dhe nuk bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Çdo kush vetja e tij mundohet si individ i vetëm të ndryshojë për mirë shoqërinë ku ai jeton. Por se nëse duam që ky ndryshim të ketë ndikim të fortë në shoqëri, ne si shoqëri islame duhet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dhe bashkëpunoni në të mira dhe të devotshmëri. Binduni Allahut dhe dërguar të tij dhe mos u përçani. Dhe nëse përçani, ikën ndikimi juaj dhe ju topsohet dhe ju humbni dhe ju jeni disfat. Përçarja në shoqëri është disfat dhe humbje. Ajo shoqëri e cila është përçarë, mallkon njëra tjetrën. Pra individët e shoqërisë mallkojnë njëri tjetrin, ose grupet e asaj shoqërie mallkojnë njëri tjetrin. Nëse nuk duhen, nëse nuk bashkëpunojnë, nëse nuk mirëkuptohen, nëse nuk ndihmojnë njëri tjetrin, ajo shoqëri është e mallkuar. Prandaj studimtarët e Tiranës duan që shoqërinë që sondojnë ta përçajnë. Husnarës. Po Allahu Azza wa Jall për Firaonin, tiranin më të madh, dhe e bëri popullin e tij në grupe të përçarë, të urrejtë kanë njësë njëri tjetër. Besimtari e di shumë mirë se nga bazat më kryesore në fe është rregullimi i gjendjes midis nesh, bashkimi i zemrave, mirëkuptimi dhe ndihmesa njëri tjetrit. Thot profeti e selam, a doni t'u tregoj për një punë që ka vlerë dhe ka gradë më të lartë se sa namazi, agjërimi dhe sadakaja? I tha sahabët, po i dërguar i Allahut, sigurisht. Atëherë ajo punë e mirë është të rregulloni gjendjen midis njëri tjetrit. Të fusin dashurinë, mirëkuptimin, mëshirën, tolerancën, ndihmesën midis njëri tjetrit. Pastaj vazhdon hadithi, a e dini ju ç'është ajo që është shkatëruese? Dhe shpërmendur tekstualisht, ajo që e ruan. Sahabët, ç'është ajo? Nuk ka për qëllim ruajtjen e flokut, ka për qëllim ruajtjen e fesë, shkatërimin e fesë. Ajo është prishja e gjendjes midis jush, është përçarja, është hasedi, është mirja, është urrejtja për interesa personale, për gjëra personale, për egoizma, për fanatizma, partish, për fanatizma idesh. Dhe kështu mbesin njerëzit të përçarë, pa u mbledhur një qëllim kryesor i cili është i dobishëm dhe interesit e gjithkujt, dhe përçahen dhe ngelen të përçarë dhe përfiton një klasë e caktuar mbi kurrizin e popullit të përçarë. Ndërsa Islami na mëson se ku është ilaçi dhe ku gjendet. Na mëson ku është smundja dhe ku gjendet ilaçi për çdo smundje. Shkatëruesja shoqërisë është kur njerëzit prishin marrëdhëniet me njëri tjetrin. Kur përhapet armiqësia, urrejtja dhe mosbashkëpunimi. Dhe muslimani është urdhëruar të bashkëpunojë, të mbajë bashkimin dhe të largohet përçarjes dhe mosbashkëpunimit. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që janë udhëzues në rrugën e drejtë. Të dashur vëllezër, e mbyll hutbën e sotme duke kujtuar se ka pasur profet të cilët nuk kanë pasur as pasues pas vetes, dhe ka pasur prej tyre, ka pasur një pasues ose dy pasues,
ose 3. Ka pasur profet që janë vrarë. A mund të themi ne që të profet nuk e mbajtën amanetin që është dhënë, ose ngjelën në amanetin që i ka dhënë Allahu azza wa jalla për çfarë faktor ndryshimi? I dashur vllai, ti ke detyrë të bësh atë që ke mundësi dhe për atë që ti do pyetesh. Profetët janë shembulli më i mirë. Luti alayhis salam në popullin e tij të prishur, që ishte një popull i prishur në besim dhe moral, ato që shkonin burr me burr, nuk kishte mundësi pse këshillën e qartë për t'i këshilluar ata të kthehen në besimin në Allahun dhe në moralet e larta, dhe të praktikojnë moralet e ulta. Dhe ishte të fuqishëm. Nuhu alayhis salam po ashtu. Fuqia e jonë është në këshillim, është në përmbajtjen e të vërtetën dhe në këshillimin e të tjerë. Dhe koncepti i faktorizimit për ndryshim për mirë shoqëri ndryshon, pra koncepti islam i kuptimit të qenurit faktor ndryshim për mirë në shoqëri ndryshon nga koncepti dhe kuptimi që ka laiciteti ose laiku për të qenë faktor ndryshimi për mirë shoqëri. Laiku ose laiciteti e ka dhe e lidh faktorizimin tek pasuria, tek fama, tek pushteti, tek numrat. Edhe nëse këto janë mbi pa drejtën, mbi hilet, mbi pa vërtetën, mbi zullumin, mbi të keqen, edhe nëse ndërtohen mbi të keqen dhe pa drejtën. Ndërsa në Islam, faktorizimi është prapë të vërtetës, prapë të drejtës, duke qenë disi individ, shembulli më i mirë dhe duke të shqylluar shoqëri ku të jeton, pa pasur frikë, pa qenë inferior, duke qenë krenar në fenë tënde dhe në besimin tënd, në moralet e tuaja. Po kur njeriu, ai i cili i thotë musliman, ka frikë nga besimi i tij, ka frikë nga moralet e Islamit, ka frikë nga dispozitat që Allah e ka për detyrë, atëherë mos presi në të mirë t'i vinë Allahu azza wa jalla. Dhe se në Allahu dëshiron ta mëshirojë, me mëshirë të madhe. Prandaj nderuar Allah, ktheu tek feja e Allahut azza wa jalla. Prandaj i nderuar vëlla i dashur, ktheu tek besimi në Allahun azza wa jalla, ti, familja jote, ne të gjithë shoqërinë, se duam të jemi faktor në ndryshim për mirë, dhe nuk është kusht që të ndryshim për mirë, ne ta shikojmë ta prekim me një herë, por së rëndësi ka të besim në rrugën e drejtë deri në fund, deri në vdekje. Allahu na bëf për tyre që besin në rrugën e drejtë deri në vdekje. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأقيموا الصلاة.